Mirë se erdhët në studio, Loçka. Mirë se të gjetëm. Jeta Gërçari Petrit Çarkagjiu, ku jena me organizimin e ditëve të shqiptarit. A jena të momentet të fundit të organizimit apo ka përfunduar, veç po presni me fillu të premten? Që shtot Nori Gjakova i ka hap dyert, gjithçka është gëllati veç po presim me testu. Norit më duket tash i ka ndalë prej kontrollës për një me të gjitha Ose i ka krejt planet. kontrollë dhe për një hatë. Në fakt, ky ka qenë edhe plani i fillimit ditëve të shqiptarit, që jemi mirë atëherë kur dalim prej kontrollit planet tona. Petrit, ti je pjesë e ditëve e fondacionit për Gjakovën dhe starti është çka do t'i ofrojmë këtë vit festivalit. Sa është e vështirë me gjetë artista që ofrojnë edhe vlerë. Po, ndoshta kjo është sfida më e madhe gjithmonë në festivalit. Do më thonë që çdo vit me qenë vit i risis. Për fillimit nashta e mon men, kur e kemi diskutu si bart punën e line-upit të festivalit, kemi këshysh gjithmonë që mos me qenë pa tjetër diçka, do më thonë një line-up i tillë i cili me një herë synon mainstreamin e skenës muzikës shqiptare. Mirë po, për shembull, e kemi dhënë një fokus ma të madh bandeve të cilat performojnë live, artistëve të cilat performojnë live në kuptimin e plot fjalës, me ensemble muzikor, me instrumentista, i kemi shmang goxhasi shumë artistave të cilat nuk kanë, artistëve që nuk kanë mujt me sjell një grup të tonë muzikantësh në performim. Po dhe në njëjtën kohë ndoshta ajo karakteristika kryesore ka qenë që jemi menduar me sjell edhe disa bende që janë shumë të njoftuna, shumë dashtuna prej publikut, po janë fort aktive në skenë. Që vetë kishim Marigonën, patëm fat mi pasën në festival, si vjetë njëjtë kemi do emra që janë shumë interesant për skenën e muzikës, ndoshta kisha dasht me i cek grupin Minatori, që publiku e dën shumë, mirë po nuk i bjen raste shumë shpeshme, po. Mandej, Tre Musketierët është një grup i veteranëve të muzikës shqiptare. Aleksandr Gjoka, Elton Deda, Reton Makoshi, tret janë muzikantë jashtëzakonshëm edhe performues të jashtëzakonshëm live. E kom fjalën. E madhja si vjet, gjithashtu është edhe pjesëmarrja e Alban Skënderajt, i cili ka një repertuar shumë dashtun për publikun. Albanën e kam edhe jaran shumë të mirë, personal, njifemi që moti, dikujt mundet mi duk që ai smirat fort veshën rock edhe në muzikë urbane, mirë po jo. Petrit, cili është reagimi i artistave kur ftohen për Gjakovë? Se me këndu para një publiku në Gjakovë, pash edhe reagimin e Albanit edhe të disa artistave që në trajtojnë ndryshe. Ndoshta pse secili fillimet i ka pas në qytet Gjakovës, në për klubet e Gjakovës ose baret. Cili është reagimi? Ndoshta mas mirë ti këto e përshkruan deklarimi i njënit prej muzikantëve kryesor të ansamblit të këngëve dhe vallëve popullore të Shqipënisë, që i patëm vjet në jo vjet, par vjet faktikisht në ditët e nëntorit, edhe tha që publiku i Gjakovës është publik shumë i rafinuar, saj për kur vjen puna tek muzika dhe duhet me pas e marrën me një përgjegjësi shumë më të madhe performimin në Gjakovë, sepse e dinë që është një publik që ka vesh. Vet fakti që tradita është shumë e zhvilluar, tradita e muzikës, prezenca e një orkestrë simfonike, cilën e ka qyteti vetë, mande edhe një orkestrë frymore zhbilledhjet edhe tjetër. Orkestra simfonike edhe orkestra frymore janë aktive në Gjakovë tash e disa vite. Flautistja jonë. Unë s'di për qytetet tjera që kanë punë me orkestra simfonike, për shembull, ose me orkestra frymore, ti jetë din më mirë. Po, për te Prishtinës viteve të fundit edhe Prizrenin që ka orkestrën frymore që një kohë gjatë, na, domethënë, këto jemi. Edhe na. Kështu që normal që e din atë punë, domethënë e marrin me përgjegjësi,
E mirë, e çmimin më të lira ata kanë bua, veç kështu fjalë të mira atje pshin. Se fjalë të mira e mora vesh. Çfarë më çermu? Qëre, a me hina si detoja? Jo. Fillimisht me ujë. Me u fresku. Je për ditën Gjakov, je vazhdimisht ofër edhe organizimit edhe institucioneve dhe artistave, por edhe aktiviteteve kulturore. Sa është të e prit qyteti ditës shqiptarit edhe cilat janë ekstra aktivitetet për pas mbrëmjeve që tashmë janë të dëshmume. E vërtet. Unë besoj prej edicionit parë është në gjallë, në qytet një frymë e komunitetit edhe se cili ka qenë me një mënyrë apo tjetër nëse jo direkt në organizim i përfshin festival. Ajo që po ndodh tash të edicioni 3, viti 3 është bashkë me ditët e nëntorit i 5 festival që është organizu, është që qyteti nuk e di a janë të prit ma shumë tjerta a une, do më thënë, ka me muj që unë kom fillu intensitetin e punës edhe njerëz vazhdimisht, cilat kanë datat atë njerë, kur fillon? Kur fillon jetë? Këtë prante, po presim veç festa me fillu, është, me të vërtet është një entuziazëm shumë i madh, një energji shumë e mirë për te Gjakovës edhe për qyteteve tjera dhe për Shqipërisë, audiencën që kemi vazhdimisht në shënojnë për diasporës. Pa unë sa dëgjusin e kom taku vjet aty në Qarshit vjetër nga Kamenica, nga vendet të ndryshme. Shumë lezet, por fillon të premten dhe organizohet gjithçka afër Qarshis vjetër te Alipodrimja dhe në Qarshin e vjetër. Por një mysafir që vjen Gjakov përpas 2 skenave muzikore, çka tjetër mund të provoj që është organizuar nga fondacioni për Gjakovën? Kjo lidhet direkt me misionin e fondacionit për te festivalit me qëllim të promovimit turizmit kulturor edhe turizmit përgjithësi. Për te këtyre aktiviteteve kulturore është rësin këtë edicion që çdo vizitor masit kalon shumë mirë në koncert edhe nesër quhet Mëngjes Gjakov, mundet me provu kajak edhe padelbor në kanjonin e Drinit, aktivitetet e vrapimit në Shkugës, mundet me shku të dielën çdo të diele në hiking, në pikat i kemi zgjedhur qëllimisht janë atraksione natyrore shumë të bukura, Kosharja, Valbona dhe Gjeravica, pra Gjakova dhe Malsi. Edhe çdo të diel është hiking. Çdo të shtunë të diel është paddleboard dhe kajak, çdo të diel është hiking, çdo të shtunë është vrapim. Ky është grupi organizuar, duhet mu lajmëru të zyrat e fondacionit. Gjitha aktivitetet që shqetëseket e koncertet janë pa pagesë, mirë por rezervimi për shkak të orareve duhet patjetër në profilet e Facebookut dhe Instagramit me u lajmëru për rezervim. Okej, jam profesionist që i përcjellin. Edhe i mbulojnë edhe tregojnë këtë detaje që ka me pas me veti, kur më ardh, me cilet grup, çfarë orari. Sa mirë. Interesant. Nëse nuk jemi deri në orët e hershme të mëngjesit, kemi mundësi me uqu edhe një për vikendeve përsa ja dalim me provu. Unë po dyshoj që nuk jemi. Pas gjitha jemi, bileti e ki përmend edhe në promovim, mos harroni afterin e koncerteve. E kom përmend për shkak se ke ikonike. Nime na zgjoj kujtesën ato kujtime tona që Gjakova gjithmonë e ka pas një after. Edhe gjithmonë ka qenë ma i bukur. Sidomos tash kur bëhet afteri, më duket është i organizuar te Alipodrimja që është po, disa për neve është tek Alipodrimja, e hapun për gjithë, çdo after është i hapun për gjithë, mirë po e kemi mendu me qenë destinacione ndryshme në qytetin e vjetër, që ashtu që me u promovu se cili vend, edhe me pas frymen e qasaj nejës që ja qenë për para, me bo bashkë krejt. A duhet me rezervu tavolina, pyetjet e zakonshme që dhe mu po mi bojnë? Po, në këtë rast, na kemi të ditët e shqiptarit është, që shëtha dhe ti, qëllimi është me festu krejt bashkë deri në sabah. Po nuk është ideja që me rezervu ose na një tavolin, dikush një tavolin mardh krejt edhe me pa kush mundet, na i tregojmë gjithmonë lokacionet, mandej aty për rezervime nuk është vetë e festivalit, është krejt edhe organizatorit kush është aty, kush shërben, është krejt e hapun. Mirë shumë, ushqimi është i lirë, nuk shpenzojnë shumë, hotelet nuk janë shumë shtrejta. Panajiri artizanate, ka cirk, ka kolonia piktorve, do më thonë filma, dokumentar, panelet, këtë shka është e bukur dhe shqip mbledhen Gjakovë për një muaj gjatë verës. A i kemi kalendarin me ditë edhe me data, po mendoj me data dhe artistat kush janë, a mund t'ju tregojmë dëgjuesve, çdo të premte shtune, Elita 5 të premten, Alban Skënderaj këtë të shtunë. Pastaj minatori të premten e javës ardhshme me datën 24 me 25 Eugend Bushpepa.
Me datën 31 of Kesar, me një gusht është Don't Listen to Your Neighbors, tek skena Lipodrimja është Petriti. Me shok, Jericho. Me shok. Jo, është me një formacion. Veç Petriti është, pas këm pështu, po. Së më dhe mi vrallu kërët me një nata. E kemi pas vjetë Jericho. Mandej, java i 4 edhe java fundit, na vjen me 3 koncerte, edhe djela ka me qenë koncert. Fillon me Drena Bazin me datën 7 gusht, me 8 gusht Rona Nishliu, e cila po ashtu ka vite që s'ka performu në Gjakov, po edhe nuk është që ka performancat tilla të shpeshta. Edhe me datën 9 gusht e përmbyllim me nderin edhe knatësin me Aleksandr Gjokën, Elton Dedën dhe Redan Makoshi. Legenda. Perfekt. Mirë shkon me përmend edhe skenën e Alipodrimis, janë disa hajde risi. të me data dhe orare tregoni. Ja, me data orare ti. Për me sqaru për dëgjues se aty ka me u pa edhe ndryshimi edhe muzika edhe njerëzit, po gjithsesi për ata që vinë nga qytete tjera është përballë çarshis Jupave, kur kalohet lumi me nëpërmjet urës shihet një amfiteatër që ne e thrasim Alipodrimi, ashtu ka emrin. Ka edhe aty një skenë. Edhe aty një skenë, edhe është si kinema hapur, ku na shfaqim edhe filma, dokumentar, panele diskutimi, aty do të jenë edhe performanca cirkut. Pra kretë zona festivalit që po flasim, Qarshia Jupave dhe skena Qarshis Madhe bashkë me Parkun e Lipodrimja janë 5 minuta në kam bashkë. Të gjitha janë me një lokacion, edhe është shumë bukur me kalu për një skenet e tjetra, nuk me jesë në për që ato kaldramat e Qarshisë. A preferohet me pas ndonjë veshje? Po. Shumë mirë që përmende Nano, kjo është shumë rëndësishme. Gjatë gjithë festivalit ne kemi jelekt identifikuese dhe plisin, që na identifikuan si shqiptar, po dhe si festival është merch i joni, merchandise. Ajo çka është shumë e veçantë që do të ndodhë është me datën 9 gusht ku përmbyllet festivali, do të mbahet një parakalim mashim me veshje tradicionale. Sa bukur. Shumë do të jetë bukur, na vinë shqiptar për gjitha treva, me 9 gusht. Me 9 gusht. Okej. Eto më nua je asja. O, zotë, mirë po më lexon. Do të thonë vi shqiptar prej Medvegjës, prej Qamëris, me familjar, me fëmijë, me ansamble që e kanë konfirmuar dhe që do të jenë aty. Dhe një kuadër të festivalit me veshjet matrolla, gjurbleta origjinale, veshjet Isa Boletinit, Lloyd Baroni, do më thonë janë krejt për cjelluna prej asaj kohe me secili me elementet e krahinës vet, edhe do të bëhet një marshim prej skenës madhe deri te Parku Lipodrimja, edhe atë natë kemi nderin që këtë hapje të kësaj nate të veçantë me Marin Mema, i cili do t'i prezantoj këto veshje dhe na po bëjmë thirrje tash, do ta bëjmë gjatë gjithë muajit që nëse jo gjatë gjithë festivalit kish me qenë e bukur, por me datën 9 gusht kushdo që vjen është një kod i veshjes me pas me vetje, ose një ples, ose veshjet tradicionale që kemi krejt në shtëpi, ndoshta ndonjë veshje, një brez, një diçka që ta festojmë edhe këtë pjesë trashëgimisë tonë. Që se keni ju shesim na. Petrit, e di që është hap diskutimi brenda fondacionit edhe për ditën e nëntorit. Edhe plani është bërë, do të thotë ky fondacioni për Gjakovën nuk është ideja me undal, po me kriju një ekip 3 brenda qytetit ku e vazhdon punën e fondacionit. Dhe në mos me ditën shqiptarit dhe ditën nëntorit, ndosë që do të vime edhe me një diçka të re vitin ardhshëm, që është diskutu dhe planet e fondacionit janë vjeçare, jo vetëm mujore apo ad hoc. Pra është i planifikum edhe ditën nëntorit. Sa ka fillu me u organizu, ose a kemi ndonjë artist të konfirmum që guxojmë me thonë? Artist konfirmum halon nuk kemi. Okej, emrat janë? Emrat janë, emrat që të cilët po diskutohen janë, po kuptohet, emrat kur janë në diskutime sipër nuk tregohen. Absolutisht. Do të bëhet në Pallatin e Kulturës, çashtu që është organizuar. Po një diskutime kemi që mundna me hap për publikun, që Saziso ka fillu si vjet në inqizimin e albumit të në dytë. Njëjtë me të njëjtën ekip prap me producentin e njëjtë të grupit Pink Floyd, është fjala për Joe Boydin. Editi është si zakonisht pjesa asaj ekipe, me Editin jemi bisedime për, do të thonë, ose për Sazison ose për një ensemble që vjen prej Shkodrës. Do të thonë, na vjetë patëm Tirana All Stars, që e kanë sjell ahengun e Tiranës. Këtë herë janë 2 opcione, ose Saziso ose një grup i cili sjell këngë të njoftuna qytetare
prej Shkodrës. Me fjalë tjera prapë ka më qenë shumë interesante, shumë bukur. Mu që kam kalon për shtypje, me qenë se jetoj në Prishtinë dhe kjo qasja e organizimit të një festivali, nëse nuk I qënë dikujt ftesë pavarësisht sa I pëlqen, ti se ke nderu me ftesë dhe e lën pa ardhë. Kjo ndryshe ndodhi në Gjakov, shumë ambasador, shumë politikant, institucioneve, ose emra të njoftun u bën pjesë e festivalit pa ndonjë ftesë, me qenë se fondacioni ka një qëllim, që të gjithë me qenë të barabartë edhe me ardhë se cili nëse shet arsysh mos e I pëlqen artisti. Pra, brenda qarshis vjetër ne kemi pa edhe kryetarin e një komunës Kosovës që vetë që ishte si një prej qytetarëve, pa ndonjë fokus veçantë me kërku ulse përpara. Kjo fryma që dha festivalit Ditës Shqiptarit, mu ka pëlqy shumë ndryshe prej asaj ku nuk nis një festival pa ardhë kryeministri ose ministria. Në fakt atje ka qenë edhe kryeministri dhe ministra që I kemi pa mbas I ka fillu koncerti festivali. Kjo frym I ka mungu vendit tonë. Po si duket barazia në evente kulturore. Si duket edhe vetë atyre, ju ka pëlqy me qenë se kanë një vetën si për disa momente të larguar prej vëmendjes mediave ndoshta, po me shiu si një qytetari thjesht me shiu një koncert, edhe që kjo është e bukur që po thuti ato evente u bën një vend ku gjithë binën rrofshë në barabartë. E vërtet. Edhe rrin deri në 5 mëngjes, si edhe këngëtarë që kanë performu. Një prej roleve kryesore e përmenda dhe në fillim jeta para se mi u pas në studio është nisma e fondacionit për Gjakovën, takimet tona të para me biznese, prezentonim diçka që s'kishim një fotografi, po ishte një ëndër që në fillimet tona na besuan disa prej partnerve. Sot kemi krah shumë biznese që njohin Ditës Shqiptarit, Fondacionin për Gjakovën dhe që ne sot do doja t'i falenderonim për besimin edhe e besa edhe për në 3 vjeçarin ardhshëm. Kush janë kompanit, partnerë që na besuan kësaj herë E vërtet, Nano, është shumë e vërtet. Në ashtë edhe për këtyne afterave që I përmenden janë njerëz që kanë ardhur, kanë kalu shumë mirë në festivale dhe me të vërtet kanë vendosur me u bashku festivalit tu e pa edhe qëllimin edhe misionin edhe rezultatet. Një prej tyre, cili është për të parë me neve këtë edicion, mirë po është krah neve si sponsor general, është Premium Invest, kompani nga Gjakova, që jemi shumë të lumtur me I pas, është kompani e cila I ka besu këtij rrugëthimi, mandej kemi kompanin Azgeto, pastaj kemi bankën BPB, banka për biznes, dhe kompanin tjetër nga Gjakova, që jemi shumë të lumtur me I pas si partner, Roni Ferin. Për te kësaj, Komuna e Gjakovës dhe Ministria e Kulturës kanë qenë me neve qysh në hapat e parë. Ti e din, komuna nuk është gjithmonë I kemi pas bashkë dhe një farë mënyrë gjithë këta janë një pjesë e puzzle-it madh që na me arrit një festival për një muaj ditë, me kaq shumë vizitorë, me kaq shumë pjesëmarrës, vetëm në festival jam mbi 200 pjesëmarrës gjatë festivalit, për vizitorëve e pjesës antarëve të tjerë që vinë, kështu që është punë e madhe, shumë njerëz të përfshin për me u bë krejt kjo me arrit rezultati I fondacionit prej fillimit. Mirë, unë I ftoj të gjithë dëgjues të Radio Gagjinit që më u taku në atë premten mbrëmje bashkë aty te Qarshia Vjetër, pastaj të nesërmen gjithsesi me u bë pjesë edhe e aktiviteteve tjera kulturore. Ne kemi një zyrë të Fondacionit për Gjakovën brenda Qarshisë Vjetër që mund bëjmë pyetje pafund për çka do, por është vendi vetëm ku ne jemi si në shtëpinë tonë dhe I presim e I përcjellim mysafir, sidomos jeta nuk a flen gjatë kohës Ditës Shqiptare, po e di ma mërmendja që s'flen e lo aty edhe zgjohem e shoh që shprej mëngjesit është me mysafir prap. Faleminderit, u kënaqa shumë që ju pata të dëve. Faleminderit. Shihemi të premte në Gjakov. Shihemi në Gjakov, kemi u kënaqur edhe më shumë. Ditës Shqiptarit fillojnë këtë të premte në studio me mu, ishte Petrit Qarkagjiu prej emrave me shumë vlera që ka arti, muzika jonë, plus unë sot e kam edhe kolegë të Radio Gagjinit, e dini që programi ti fillon çdo të diel në ora 12 dhe për këtë I kom thonë 2 milion herë, nesër shumë nuk I vjen mirë me komplimentu live në emision, por realisht emri ti ka shtu vlerë Radio Gagjinit e ju programin mund të ndeshni çdo të diele. Ta më përfundojnë Ditës Shqiptarit, nisësh më u kthy në qytetin tonë, Petriti prapë në radio dhe Jeta Gërçari që është
Arma kryesore e Fondacionit për Gjakovën ka shumë pluma. Gjune ja shëllon gjithmonë edhe fishek pa u harxhu asnjëherë. Jeta krahu I secilës punë dhe po besoj tashmo imazhi I fondacionit se kushdo që merr pjesë në fondacion njohin edhe kërkojnë jetën. Që gjithmonë ka një përgjigje. Faleminderit jetë. Faleminderit Nano, është kënaqësi mu kom pjesë e një grupi kaq mirë, shqiptarëve të mirë. Dhe për më get kjo e ka ngre dhe frymin e mirë si puna jetës, ti keni një ekip tash edhe dy të rinj të tjerë Edhe apo 3 të rinj të tjerë. Edhe 3 janë bo, hajde, kush janë të përshëndesim? Është Butrind Pasha, është Erisa Lipoveci edhe Artiona Rudi. Për te vullnetarëve që janë numër shumë të madh, 60 vullnetar. 60 vullnetar janë. O zot sa të mirë janë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit. Jeni fantastik.